Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Ballukut me vendim të gjykatës së posaçme. Me anë të një video mesazhi për ndjekësit në rrjetet sociale, kreu i qeverisë sqaroi se ankimimi në kushtetuese është dërguar me firmën e tij. Me sa duket me një pjesë nuk jemi kuptuar dhe prandaj jam këtu duke nisur me pyetjen e dini kush e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama. Dhe njëherë ai ritheksoi se gjykata nuk mund të pezullojë nga detyra një antar të kabinetit qeveritar, pasi këto vendime destabilizojnë balancën e pushteteve. Opinion ky sipas Ramës, i dhënë dhe nga Komisioni i Venecias. Shkurt, kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Për kryeministrin, këto lëvizje të GKK-o vënën presion qeverinë për të sjellë deri në shkarkimin e Ballukut. Prandaj dhe hapi i radhës mbetet fjala e kushtetueses. Dhe duhet të jesh krejt i papërgjegjshëm, kashi Shqipërisë, Republikës sonë, për ta lënë të kalojë pa luftuar gjyqësisht në shkallën më të lartë, atë të gjykatës kushtetuese, këtë tentativë antidemokratike. Aq më keq akoma pastaj, duhet të jesh krejt i verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik. Të martën, gjykata kushtetuese pritet që të vendosë nëse çështja ndaj Belinda Ballukut do të kalojë për gjykim. Më herët kryeministri Edi Rama është shprehur se deri në një vendim të gjykatës më të lartë të vendit, qeveria do të mbetet pa një numër 2.